Gjatë vitit 2025 gjithnjë më pak shqiptar po jetojnë me barrën e një huaje. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se vetëm 17% e familjeve kanë aktualisht një kredi aktive. Në krahasim me vitin e kaluar, kjo shifër është ulur me 7%, duke reflektuar një situatë më të qëndrueshme në financat e familjeve. Rënja e huamarrjes shoqërohet me një përmirësim të dukshëm të aftësisë paguese. Rreth 83% e familjeve huamarrëse shprehen se shlyerja e kredisë u merr më pak se 30% të ardhurave mujore, një tregues ky që flet për lehtësimin e presionit financiar. Një tjetër element pozitiv lidhet me pritshmërinë për gjysmën e dytë të vitit, ku 3 në 4 familje mendojnë se gjendja e tyre financiare do të mbetet e qëndrueshme, ndërsa shumë prej tyre nuk planifikojnë të marrin hua të reja. Ekspertët e lidhin këtë prirje me rritjen e të ardhurave, normat më të ulta të interesit dhe stabilitetin më të madh në tregun e punës. Për bankat, kjo do të thotë një nivel më i ulët rreziku dhe cilësi më e mirë e portofolit të kredisë.